Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mijëra qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës, fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëheqjen, mos u përçani, poshtë patronazhistët. Rama ik ishin thirrjet që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe formimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi i investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit. Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për t'i shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerisë turizmit nuk është sa do t'i paguajë punonjësit, por ku do t'i gjejë ata. Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot. Aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punonjësin përkatës për të gjitha nivelet që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet. Bekim për Shqipërinë vjonta komentoi Edi Rama investimin në Zvërnec për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Në intervistë për median Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po e jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliardë dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliardë euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe një nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rrjeteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga selia blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë antarëve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegociueshëm që të bëhen në përputhje me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Partia Demokratike depoziton në kuvend një paketë ligjore mbështetur mbi kërkesat e protestuesve në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Në të përfshihet fuqizimi i ligjit për investime strategjike për zonat e mbrojtura për paketën e maleve dhe të disa dispozitave në ligjin për trashëgiminë kulturore. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se 4 nismat ligjore bashkojnë interesin e qytetarëve të cilët këtë herë kanë bindje të ndryshme politike ose nuk i përkasin asnjë partie. Pa ligjin e investimeve strategjike që shpërndan copat Shqipërisë të një grushk oligarkësh dhe klientësh të Edi Ramës, pas një diskutim, Shqipëria do të jetë më e mirë. Pa ligjet që i japin qeverisë mundësinë të cënojë zonat e mbrojtura apo zonat malore apo trashëgiminë kulturore dhe interesin publik, pas një diskutim, Shqipëria do të jetë më e mirë. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Guliam Mercier, paralajmëroi se po ndjekin nga afër zhvillimet në peizazhin e mbrojtur Pish-Poronart. Pas interesimit të gazetarëve, ai deklaroi se shqetësimet e Unionit janë paraqitur ministrit të mjedisit në lidhje me mangësitë e mundshme të këtij projekti. Sipas tij, ministri është angazhuar se punimet e ndërtimit janë pesulluar dhe se për projektin do të kryhet një vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit të mjedis në konsultim me shoqërinë civile. Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi se projekti është subjekt i hetimeve të vazhdueshme të SPAK-ut, të cilat shtrihen përtej shqetësimeve mjedisore. Së fundmi më lejoni të theksoj se Shqipëria duhet të përmbahet nga veprime që mund të minojnë përmbushjen e standardeve përmbyllëse dhe ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pa vonesa, deklaroi Guliam Mercier.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmail Bakai, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria e ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrezimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Shumica e qeverisëse në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Brnës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrja ekspertizës zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet, drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillohen takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike njofton se Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr statusin non grata për Sali Berishën. Ish kryeministri demokrat zgjodhi foltore në kuvendit për të thënë fjalën "Unë erdha o krye". Vendimi ishte shpallur 5 vite më parë nga sekretari i Shtetit Antony Blinken për korrupsion dhe minim demokracie. Ende nuk ka një komunikim zyrtar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe as nga ambasada e SBA-s në Tiranë. Veç shpallja e heqjes së statusit non grata nga Sali Berisha në sallën e kuvendit u shoqërua me komente në seancën plenare. Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu bëri thirrje socialistëve që të tilla ngjarje të mos përsëriten më. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do ta harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt të rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Ndërsa nuk munguan akuza ndaj socialistëve si organizator të kësaj nisme. Mos guxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të groposin të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjin në sallë, urime shqiptarëve në tërësi, urime demokracia në tërësi. Shumica socialiste nuk të riqet nga projekti i Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla nga foltore e kuvendit deklaroi se pavarësisht gjithçkaje, 4 projekt ligje të dorëzuara nga opozita do të rrëzohen. Koni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për protestën e më shumë se 10 ditëve në rrugët e kryeqytetit. Partia Socialiste vijon me tubimet e saj në përrethe. Për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Rogozhin, drejtuesi politik i qarkut të Tiranës Tauland Balla vlerësoi mbështetjen që kjo zonë ka dhënë ndër vite socialistëve. Gjithashtu Balla tha se Partia Socialiste ndodhet në një fazë historike të drejtimit të vendit, ndërsa Shqipëria është shumë pranë realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm strategjik, antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë 35 vjetor, Partia Socialiste e Shqipërisë gjendet në një moment historik të drejtimit të vendit. Kemi arritur ta çojmë Shqipërinë shumë pranë antarësimit të Bashkimit Evropian dhe unë besoj që nuk kemi qenë kurrë më afër se sot dhe se javët, muajt dhe 2 vitet në vijim do të jenë shumë vendimtar për ta përmbyllur këtë proces. Në fjalën e tij Balla vuri në duke gjithashtu se në drejtimin e Edi Ramës, socialistët kanë triumfuar në 9 nga 10 garat elektorale. Aktualitet. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë Toni Gogu në paraqitjen e projektligjit për dhënien e amnistisë penale deklaroi se 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit. Përpara deputetëve në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, ministri sqaroi se asnjë person i dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe çështje që janë kompetencë SPAK dhe gjykatës së krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk përfitojnë nga kjo amnisti. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona
përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit GKKO përfitojnë nga kjo amnisti. Sipas ministrit, ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës, pasi e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe pa cënuar. Deputeti i Partisë Demokratike Arjan Doi, i pranishëm në Komisionin e Ligjeve, propozoi rishikimin e shtrirjes së amnistisë. Unë personalisht them, kam 2 propozime. Më e pakta është 31 marsi i 2026, ndërsa më normalja, sepse unë hyj ato njerëz që pavarësisht se çka kanë bërë ato që ndodhen pas hekurave, t'u japim mundësi që ata të reintegrohen edhe të rikthehen në jetë. Sigurisht jo për gjitha llojet e veprave. Kështu që më e udhës do ishte data hyrjes në fuqi, siç e parashikon eni 80 i kushtetutës, mos gaboj, 15 ditë pas votimit fletor zyrtar. Projektligji i amnistisë parashikon lirim me njëherë të gjithë burrave që janë dënuar deri në 3 vjet ose u kanë mbetur për të vuajtur më pak se 3 vjet. Lirohen të gjitha gratë të cilat janë dënuar deri në 4 vjet ose u kanë mbetur më pak se 4 vite dënimi. Gjithashtu lirohen të gjithë burrat 60 vjeç e sipër dhe të gjitha gratë 50 vjeç e sipër. Lirohen edhe të miturit që në momentin autor të kryerjes së krimit kanë qenë më pak se 18 vjeç. Uli dënimi me 1 vit përfitojnë të gjithë të dënuarit e tjerë, ndërkohë që gratë të miturit përfitojnë 1 vit e gjysmë. Krahas asaj, pushohet procedimi për veprat të cilat dënohen deri në 3 vjet burgim me përjashtimet e parashikuara nga ky ligj. Përjashtohet nga amnistia të gjithë ata që kanë kryer vrasjet në rrethana cilësuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, korrupsioni dhe krimi organizuar, vepra zgjedhore, pastrimi i parave dhe çdo subjekt dhe vepër që është në jurisdiksionin e SPAK dhe gjykatës së krimit organizuar dhe korrupsionit. Ekonomi. Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim-paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorëzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mosdeklarimin afat. Tatim-paguesit që kanë deklarata tatimore të padorëzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mosdeklarimin e afat. Tatim-paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të humbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj. Bën të ditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarin dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.